Është një herë në kërkim të aty në temave dhe ideve të cilat janë shumë të fshehta për botën shpirtërore, për atë të përditshme, letësia moderne, ose ndryshe quhet postmoderne. Është gjithmonë në kërkim të zhanreve ose të llojeve. Prirja e letërsisë moderne dhe postmoderne ka ndoshta edhe hibridizimin e zhanreve shpesh. Për shembull, kur lexohet një roman postmodern nganjëherë nuk e di që apo lexon letërsi, apo lexon me ndoshta ndonjë nganjëherë shpesh duke i shkon mendën ndonjë traktat filozofik, psikologjik apo psikanalitik etj. Mirë, po letërsia mirë gjithmonë i asimilon këto. Prandaj edhe letërsia postmoderne tash merr prej shumë burimeve. Merr edhe për këtyre fusha që i përmenda filozofi, psikanalizë, psikologji, sociologji, histori, sidomos trajt dokumentare, citate filozofike. Gjitha këto, madje gjitha këto për shembull të hasën vjen fjala të romani i Recep Çosit, vdekja vjen për sy të tillë. Do të keni vërejtë se te secili kapitull ka nga një thonje, nga libri i Jobit ose nga libra të tjerë shenjtë ose filozofik, për shembull. E kjo tash është ajo hapi i parë kur për shembull një citat tash shndrohet në motiv, e motivi tash shndrohet edhe në ide letrare ose në ide kështu të pasura jetësore ose meditative ose historike ose shoqërore e tjera. Tash edhe këtu është ajo përpjekje që janë erë zhandret përplasen, që thoshte jo edhe të hibridizohen, po edhe të gërshetohen. Ajo ndryshe kom quajtur këtë si alkimi e zhandrit. Nëse alkimia dikur ka qenë një lloj, ta themi kështu, shkencë e magjisë, që prodhon arë etj. Tash alkimia letrare është ajo metodë letrare që prodhon dhe zhandër. Domethënë shkencëtari është edhe zhandër krijues. Është edhe motiv krijues. Është edhe krijuesi i temës. Domethënë është një herë në kërkim të atyre temave dhe ideve të cilat janë shumë të fshehta për botën shpirtërore, për atë të përditshme, dhe shkencëtari tash e zbulon ato skuta përmes i ndriçon përmes një rrëfimi ose përmes një copë poetike këtu. Tash ajo që është poezi këtu në këto raste poetike është për shkak se shiko, gjithmonë letërsia synon poetikën që përmendëm aty, poezia është ajo. Edhe te fund një roman sikur që është bie fjala epik, sikur Lumi i vdekur Jakob Zozës, është roman poetik. Si është të mosh me një roman aq i madh, tjetë edhe roman poetik. Pikërisht me përshkrimet poetike që ja ban natyrës, ato gjetje të jashtëzakonshme që i ka përshkrimet natyrës, të individit, të ecjeve, të lëvizjeve, përplasje shoqërore, të kontradiktave, të botës psikologjike të brendshme, ajo ka fjalin poetike. Dhe ajo është poezia, edhe në roman ka poezi. Dhe shkrimtarët e mirë, ata që domethënë kanë dhuruar veprat më të mira kështu, ata e kanë gjithmonë këtë dimension, këtë përmas, poetikën letërsi. Ose në dramë, ose edhe se të fund letërsi është art. Për këtë arsye quhet edhe poezia, jo, art është. Edhe, domethënë, nuk mund në letërsisë tash bie fjala të i bëjmë konkurrencë me një traktat filozofik, ose traktat social, ose traktat politik, ose traktat këtë adiun fusha tjera të ndryshme të dijes, ose edhe gazetaresk, ose dokumentar, për shembull. Gjitha këto trajta i merr letërsia, por i asimilon formën e vet, ja nënshtron laboratorit të krijues, ose krijon zhandër tjetër, ose krijon një tematik tjetër që është interesante, prandaj është art ajo. Kjo është ajo e veçanta që është edhe letërsisë moderne, postmoderne, domethënë që e ban përplasjen e zhandreve, e krijon zhandre të reja, krijon tematik të re, krijon edhe motive të reja, ide të reja të freskëta,